nona e Amorit, radhiyallahu anha, është edhe shahidja e parë, nuk i përballoi torturave. Sa herë i rejpej lëkura prej kam gjekve edhe thuprave që e rrenin trupin e sajt. Një plok që se zënudhen kërkujt, hade këta të rritë, ka frikë se këta rritën përse shënë, për plok. Me për qëka që është e modhe u rritja. E Ebu Gjehlit, asoj kuve dhe Ebu Gjehlit Sudit, që me pas mundësi i rejpin ata të cëdët, thëjnë la ilaha illallah. Sepse i njëti gjenë është, i njëti gjenë i u rritje patologjike dhe islamit, edhe muslimanve. Të thonë plakën është në gjendje që sa herë ti teke për dëfrem, për klasi, me marrë dhe me rej, me kam gjilja, me qka kam pas, edhe deri sa i binte lëkura, dhe ma nuk mundi me përballu torturën. E fundit aje që e përjetoj, Sumeja, radhiyallahu anha, cila është shahidja e parë në Islam. Ebu Gjehli ja lidhte durët dhe silte në për mëj, sa nej sakni, pe ngrej zhagën i plakë, sikret. Edhe në fund s'mundet me esën e përballon as ecik, shtrinjët. Pastaj me shtiz e godet në vendin e nderit, që është nderi i femrave të ndershme, edhe prej gjakderjes pastaj vdesove, edhe nuk mundet me i përballu torturat.